Pas javësh tensionesh dhe negociatash të dështuara, Washingtoni është pranë zgjedhjes së ngërçit që ka paralizuar qeverinë amerikane për më shumë se një muaj e gjysmë. Projektligji për shpenzimet federale pritet të votohet me 12 nëntor, ndërsa burimi nga dhomat e përfaqësuesve bëjnë me dije se ai ka gjasa të kalojë pasi 8 demokratë janë ndarë nga linja zyrtare e partisë për ta mbështetur. Presidenti Donald Trump në një fjalim për ditën e veteranëve i quajti zhvillimin një sukses të madh për republikanët e falenderoi drejtuesit të Kongresit për vendosmërinë në përballjen e demokratët. Urime për këtë fitore të madhe, po e rihapin vendin tonë nuk është dashur kurrë të mbyllej, tha Trump, duke shtuar se vetëm ata e urrejnë Amerikën. Do të dëshironin që qeveria të mbetet e bllokuar. Projektligji parashikon financimin e përkohshëm të qeverisë deri në janar për të shmangur një tjetër bllokim institucional. Megjithatë, demokratët kanë paralajmëruar se do të kundërshtojnë dokumentin në Senat, pasi nuk përfshin zgjatjen e subvencioneve për sigurime shëndetësore, të cilat skadojnë në fund të vitit. Mbyllja e qeverisë ka pasur pasoja të rënda për 1 milion punonjës federal, të cilët kanë punuar pa paga, si dhe miliona qytetarë që janë përballur me ndërprerje të ndihmave ushqimore dhe vonesa të gjata në transportin ajror. Sekretari amerikan i transportit, Sian Duffy, paralajmëroi se nëse situata do të vazhdonte edhe disa ditë, kaosi në aeroportet amerikane do të përkeqësohej pasi kontrollet ajrore nuk do të paguheshin më. Të hënë një grup prej 8 demokratësh punoi të mbështesë kompromisin duke i dhënë fund të rezistencës ndaj republikanëve. Ky vendim ka shkaktuar përçarje brenda Partisë Demokratike dhe disa figura të rëndësishme kanë deklaruar se partia është dashur të këmbgulë për zgjatjen e subvencioneve shëndetësore, çështje që ishte në qendër të përplasjes politike. Nga ana tjetër, republikanët në Senat kanë premtuar demokratëve se do të zhvillojnë një votim të veçantë për sigurime shëndetësore, në mënyrë që miliona amerikanë të mos përballen me rritjen e kostove. Nëse projektligji miratohet, do të jepet fund mbylljes më të gjatë qeveritare në historinë e SBA-s, duke shënuar një fitore të dukshme politike me presidenti Donald Trump, por edhe një ndarje të thellë mes dy kampeve politike në prag të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm.